Live nga shtëpia e të gjithë shqiptarëve. Top Channel, finalja e madhe. Okej, mirëmbrëma të gjithëve, po shiko. Unë mendova se duke kërcyer nuk do kishim asnjë problem, po ja, unë kërcej mirë, mikrofoni s'punon. Mirëmbrëma të gjithëve kudo që ndodheni. Mirë se erdhët në finalen e madhe të Big Brother VIP. Sonte jam I rrethuar mes yjesh të cilët kanë qenë protagonistët e këtij edicioni. Jam në çatin e yjeve që na ofron kjo Studio 2 në këtë edicion dhe jam I rrethuar nga publiku më yll në botë. Ama janë ata 4 që janë yjet e yjeve dhe që sonte mezi presin të shijojnë natën e tyre. Kjo është nata e finalistëve të Big Brother VIP 4. Ka diskutim, eksperienca më unike që kam jetuar deri më sot. Ka qenë një formë shkolle. E dija që aty brenda, në një formë apo një tjetër, do ndërtoja disa kujtime të cilat do I ruaj për gjatë gjithë jetës time. Unë nuk jam përpjek me konë një shembull për shoqërinë. Jam përpjek të në kohën thjesht me konë vetja. Qashtu qysh jam me të mira, me të këqija, që ky besart. Mirëmbrëma Daert! Brother mëse të falë dhe gjërat që nuk falë kur. Në brëmje me davës 19 dhe jo dhjë kada 20 që do shkojnë në shtëpi, do jemi lajtë të përmirësuar. Për të janë si. Rosana Rade! Ajo nuk e kupton kur sa I fortë është deri në pikën që përballet me defektet e tij. Mendoj që kam bërë hapin më të rëndësishëm të historisë time.